Rana operon bazuar në ligjin 58 të vitit 2022, si dhe në bazë të disa VKM-ve që kanë dalë gjatë vitit 2024 dhe 2025. Dy VKM-t më të rëndësishme janë VKM-ja 185, që përcakton listën e aktiviteteve të lejuara në park, si dhe VKM-ja 73, e cila përcakton mënyrën e operimit në park. Mënyra e operimit është e tillë: në fillim parku operon 100% virtualisht, dhe më pas ndërtimit të parkut fizik, do operoj në mënyrë hibride. Kjo mënyrë e operimit është bazuar në shumë modele të tjera që ekzistojnë në botë dhe siguron që investimi i kryer nga qeveria për parkun të jetë në koherencë të plotë me kërkesat dhe nevojat që kanë rezidentët e parkut për hapësira fizike në park. Doja të thoj edhe një herë faleminderit për zotin kryeministër, për gjithë mbështetjen që ka dhënë këtij projekti, ministrin Gonxha dhe sidomos Elira Kokonën, e cila me mbështetjen e saj dhe këmbënguljen arriti që ta bëjë realitet në një kohë kaq të shkurtër, dhe sidomos faleminderit juve, aplikantëve dhe atyre që janë ende në proces aplikimi dhe sidomos ata që sot marrin certifikatën. Atëherë po vijoj me thirrjen e emrave: kompania Lufthansa Industry Solutions.